Në Republikën e Kosovës është akoma në 20%. Për ata që e kuptojnë më mirë, akoma në 40%. Dhe nëse në këtë prizmë e shohim edhe ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, rezultati është i njëjti. Nëse kemi parasysh faktin se nga ky ligj buron programi për mbrojtjen e konsumatorit, i cili sublimon plan programet e të gjitha ministrive, asgjë tre nuk ka. Dhe çdo ministri detyrohet të raportojë për nivelin e zbatimit ose zbatishmërisë së atij plan programi, si antar shumë vjeçar i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit, me shumë kompetencë po deklaroj publikisht se unë nuk di të paktën ndonjë ministri, agjencion ose mekanizëm t'i ketë raportuar Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit për të arriturat, për aktivitet që ka pas. Dhe kur e kemi parasysh këtë, dhe me lejen tuaj po e përmend edhe ligjin për vezët e konsumit. Ky ligj është miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës më 2008, ka filluar së zbatuari më 2016. Domethënë, ne ende kemi njerëz të fuqishëm të cilët vendosin se kur do të nis ose sa duhet të zbatohet ligj. Dhe kjo dëshmon më së miri se ne kemi shumë njerëz dhe shumë grupe interesit që ndikojnë në monopole. Dhe me këto monopole, as nuk mund të merret as agjencioni për konkurrencën e lirë, as nuk mund të merret auditimi shtetëror, as dikush tjetër nuk mund të merret, sepse edhe i kanë edhe krah të prem. Domethënë, as Shqipja pa krah fluturon. Dhe çfarë duhet bëjë një konsumator kur është në situata të tilla? Duhet ruaj faturën? Cilat janë në fakt të drejtat e një konsumatori në raste? Unë do të shkoja pak më lart ose pak më larg. Po. Qytetari konsumator është derivat i sovranit, i popullit, i shtetasit. Dhe si derivat i tillë, i sovranit që është themeluesi i shtetit, sepse sovrani ja ka falë sovranitetin shtetit, ashtu se kemi bërë shtetin, se kemi konstruktu shtetin, ashtu se kemi bërë me luft shtetin, ne do të vazhdojmë të mbajmë shtetin mbi supet tona. Ne keq që kemi kuptu votën tonë të lirë demokratike, sepse kemi mendu që me votën tonë demokratike mund të bëj partia çfarë të dojë. Ne jemi edhe taksapagues, ne edhe finansojmë shtetin. Dhe mendojmë që dikush me ato para tona mund të bëj çfarë të dojë. Jo. Në momentin që ne e kemi votu diken dhe ja kemi dhënë parat e shtetit në qeverisje, ne kemi edhe më shumë obligime për ta monitoruar, për të vigjiluar mbi te. Dhe nëse ne këtë nuk e bëjmë, s'ka kush e bëj tjetër. Dhe